Tregona çfarë jetë bënë në Kosovë, edhe si ja dilni një muaj në Kosovë. Bëshllëk, zollë. Bëshllëk, sa? Shumë sinqerisht. Kafe të pas parasysh. Gjëna, unë po fuli për vete, gjëna është mu anku, shpesh ankona. Çdo ditë na shto ankona pi të mira. Po foli personal për vete. Tona të mira, besëm. Sa mirë me gjetë dikon që Kosovë është i lumtur. Çona kurën e du, shembull, njëra pej se punën e kam, emisionin e kam kur duhen e bëj xhirimin. Në klub punoj, i punoj do biznise tjera që jam pëmënej që kam firmën Suedi, që sjellë produkte ana sjelltas. Adën, as është lëks, dalë me, nëse më thirë gjulli për drejt gjithë ditë, që... Jo është ditë, vëlla, një kur s'kom thirë. Ajgore. Ajde që për mora mire. Pa thirë për Peter, një hadjo. Po, për Peter, rinja të Peter. Para Big Brotherit. A ke shku? O, mësë më na të roshë dhe ditë, po... Qa me bo, po dhe të merujt vetën, se i kena bo dhe vjetë. Menaj që lëks është, nëse... Që kjo, për shamu, sa pa e tha, i kena bo dhe vjetë, që është mendësi prapë, që është lëks që është kaqiri. Tonight, hajtë bëshkina në Tiranë, për hojnë anë i drejtë për këthejmi, shumë lëks është. Kërës unë mendoj që... Pra, në këtë konceptin tënë, se si po e Por mu lëks sinqerisht po, nëse po i dallimin me Suedi, se Suedi, nëse kom jetu jetën e Gjulit që ka jetu kjo. Në Finland, po kuptohet. Unë se kom jetu, unë jam qënë është atë 6 me në gjatë, 7 kom fillo punën, 4 e kom përfundu, jam shkum fitness një orë, i kom marrë fëmijë në qërë dhe jam këthy në shpek, kom bo buk për familje, fëmija kam flajt, kem ujtë me këshu një orë televizor diqka, naj film, sport, edhe me flajt, që kjo ahonë rutina, ahonë e pramte. Më kanë duha dhe kom falë që... Po zgjatna, e kom thirë një shak për shemull të martën, hajde dole me pina ka një, a je normal, a je njësë në punë, thash ka dole vlosës për të vraja, apo me pini gutë... Ose se me dole atje në restoran pa bu booking... Për shemull, për mu nuk është qaja jetë, edhe me dole njerë një opë një qëtune, sështë. E atë ka bu me vlerësu jetë në Kosovë, jetë i sa e shkur që ke pasë e di? Po, që ta kom luftu shumë për me pru jetë këtë familjen të